Këshilli i Emërimeve në Drejtësi ka pezulluar vakancën për zëvendësimin e magjistratës së dorëhequr Elsa Toska. Ketë zhvilloi mbledhjen e radhës në të cilën shqyrtoi ecurinë e drejtanishme të procedurës së verifikimit të kushteve ligjore për kandidatët e paraqitur për vendin vakant në gjykatën kushtetuese të shpallur nga Kuvendi i Shqipërisë në 30 shtator të vitit të kaluar. Gjatë fazës së verifikimeve u konstatua se numri i kandidatëve që plotësojnë kushtet ligjore ka rënë në pragun minimal të parashikuar prej 3 kandidaturash. Në respekt të dispozitave kushtetuese dhe ligjore, si dhe në zbatim të vendimit të gjykatës kushtetuese që thekson rëndësinë e përtëritjes së rregullt të kësaj gjykate, një herë në 3 vjet Këshilli vendosi pezullimin e procedurës së verifikimit të kandidaturave për pozicionin vakant në gjykatën kushtetuese, thuhet në vendimin e marrë nga Këshilli me 8 antar dhe i drejtuar nga Sokol Sadushi, kreu i gjykatës së lartë. Gjithashtu është caktuar edhe njoftimi i Kuvendit si organi që ka vënë në lëvizje procedurën për të vlerësuar rishpalljen e thirrjes për paraqitjen e kandidaturave.